Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Nëse vuani nga tensioni i lartë, mos i fusni në gojë këto ushqime. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë fatal për zemrën, trurin dhe për veshkat. Por pas kësaj, hipertensioni mund të shkaktojë edhe paralizë të gjymtyrëve dhe një numër të lartë të problemeve dhe çrregullimeve të tjera shëndetësore. Trajtimi i tij zakonisht bëhet me anë të barnave, mirë po rëndësi të madhe duhet i kushtoni edhe ushqimit të cilën e konsumoni. Nëse jeni një nga ata personat që vuajnë nga tensioni i lartë, atëherë së pari duhet të hiqni dorë nga kripa dhe sheqeri. Krahas kripës dhe sheqerit, ju duhet të hiqni dorë edhe nga këto ushqime sipas dhe saj. Mishi i kuq përmban sasi të lartë të kolesterinës, e cila dihet se dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave të Healthline, vetëm 400 gram mish i gatuar përmban 245 mg krip dhe 308 mg kolesterin. Picat përmbajnë sasi të salcave të domates dhe përbërësve të tjerë të cilët janë në përmbajtje të lartë të kripës, të cilat do të ndikojnë ndjeshëm në arritjen e tensionit të gjakut. Evitoni nga konsumi edhe turshit e gatshme. Një filxhan me lakër turshi të përgatitur vetë përmban 939 mg krip. Edhe domatet, speca dhe kastraveca turshi janë të zhytur në krip dhe përbërës të tjerë, të cilët janë teje të dëmshëm për shëndetjen e zemrës për personat që vuajnë nga luhatjet e tensionit. Evitoni nga dieta juaj konsumin e alkoolit. Është i dëmshëm për të gjithë, e sidomos për personat me tension të lartë të gjakut. Reduktoni ose evitoni nga dieta juaj pijet energjike. Ato e rrisin tensionin e gjakut me 6.2%. Ato gjithashtu përmbajnë sasi të lartë të sheqerit të përpunuar, i cili është i dëmshëm gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Në rastet se vuani nga tensioni i lartë i gjakut, duhet të jeni të kujdesshëm atë që shtoni në dietën tuaj, pasi ushqimet e caktuara mund të ndikojnë drejtpërsë drejti edhe në rritjen e tij. Është e rëndësishme që krahas këshillave të mjekut dhe marrjes së medikamenteve të bëni ndryshimet të këshilluara edhe për shëndetin tuaj me marrjen e ushqimeve të duhura. Tensioni i lartë i gjakut ose shpesh që quhet një vrasës i heshtur, për shumë arsye duhet të jetë në qendër të vëmendjes. Zakonisht vjen pas simptoma dhe rrit rrezikun e problemeve në zemër, por çfarë mund të bëni nëse presioni juaj i gjakut është më i lartë se 13/8? Rrisni aktivitetin fizik dhe ushtrohuni më mirë. Ecja për të paktën 40 minuta rreth 3 herë në javë është një mundësi e shkëlqyer e trupit në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Përpiquni që të humbisni peshën e tepërt trupore dhe mbi të gjitha të përmirësoni edhe aktivitetet tuaja. Studime të shumta kanë treguar se dieta ushqimore dhe humbja e peshës reduktojnë ndjeshëm tensionin e lartë të gjakut, duke stabilizuar gjendjen dhe duke sjellë përmirësim të dukshëm të shëndetit tuaj. Ndërprisni sheqerna dhe karbohidratet ekstra. Duke reduktuar konsumin e këtyre ushqimeve, do të bini njëkohësisht nga pesha dhe do të stabilizoni gjithashtu presionin tuaj të lartë të gjakut. Konsumoni më shumë potasium dhe më pak sodium. Dieta ushqimore e pasur me potasium është e dobishme për njerëzit që kanë probleme me veshkat, prandaj bëni mirë të rrisni marrjen e potasiumit dhe të ndërprisni gjithashtu edhe marrjen e sasive të kripës. Konsumoni më pak ushqime të procesuara. Siç e dini, ushqimet e procesuara mund të ndikojnë ndjeshëm në përkeqësimin e gjendjeve tuaja shëndetësore. Edhe ato që pretendojnë se nuk kanë yndyrra janë të larta në përmbajtje të kripës dhe sheqerit. Për të konsumuar mungesën e tyre të yndyrnave, duhet të evitoni këto produkte ushqimore. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar dukshëm në menaxhimin më të mirë të hipertensionit është të hiqni nga dieta juaj edhe pirjen e cigares. Mund të jetë e vështirë, por në fund të ditës do t'ja vlejë. Përpiquni të mos stresoheni. Është e pamundur që kjo gjë të bjerë në nivelin 100%, por gjeni disa mënyra për të reduktuar dhe ndërto është edhe ulja e tensionit. Dëgjoni muzikë, lexoni një libër, gjithashtu bëni shëtitje të gjata, ndërkohë që merrni frymë thellë. Janë mënyrat më të mira për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj në betejën kundër luhatjeve të hipertensionit. Konsumoni pak çokoladë të zezë në dietën tuaj.
Është e vërtetuar se çokolada e zezë mund të ulë gjithashtu nivelet e hipertensionit dhe të përmirësojë gjithashtu shëndetin e zemrës. Sigurohuni që të bëni gjumë të qetë çdo ditë. Nëse nuk flini mirë, kjo do të ndikojë gjithashtu edhe në presionin e gjakut. Është shumë e nevojshme që të ndiqni orare të caktuara të gjumit dhe të shmangni gjithashtu dremitjet e forta gjatë ditës. Hani hudhër ose merrni suplemente të tjera të saj. Hudhra e freskët ose edhe ekstraktet e saj përdoren gjërësisht për të ulur tensionin e zemrës. Gjithashtu, ato mund të ndikojnë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. 1 deri në 2 thelpi hudhër të konsumuar gjatë ditës mund të jenë një mundësi e shkëlqyer për organizmin. Merrni mjekim dhe këshillohuni me mjekun deri në fund të problemit. Nëse tensioni i lartë nuk ulet as me ndryshimin e stilit jetesës, duhet patjetër t'i drejtoheni mjekut tuaj. Mund të jetë e dobishme të mbani nën kontroll gjendjen tuaj përmes barnave. Sipas The Health Line, duhet të tregojeni më të vëmendshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Pasi ndikimi i këtyre ushqimeve duhet të jetë baza më e mirë edhe për të mbajtur larg komplikacionet e hipertensionit. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë një shkaktar i lidhur drejt për së drejti edhe me sëmundje të zemrës dhe me ishemin. Shkencëtarët tregojnë se tensioni i lartë i gjakut mund të jetë një pasojë e rëndë thelbësore për vështirësitë që mund të kaloni në jetën tuaj. Mënyra për ta mbajtur nën kontroll nga ana tjetër përfshin edhe një sër ushqimesh. Këtu përfshihet aktiviteti rregull fizik dhe regjimi i dur ushqimor. Megjithatë, një nga mënyrat më të lehta për ta mbajtur nën kontroll tensionin është edhe frymëmarrja. Frymëmarrja e shpejtë do ta aktivizojë kështu sistemin nervor, i cili është i përfshirë në çlirimin e hormoneve të stresit. Frymëmarrja e thellë dhe kontrolluar aktivizon sistemin parasimpatik që ul nivelin e stresit, gjithashtu edhe përmirëson rrahjet e zemrës, tensionin e gjakut, përmirëson tretjen dhe ofron një qetësi më të mirë për mendjen. Teknikat për përmirësimin e frymëmarrjes do të jenë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg edhe problemet e hipertensionit. Është e rëndësishme që, nëse gjendja juaj është kritike, të mos neglizhoni edhe këshillat e mjekut dhe të merrni produktet e duhura ushqyese. Në dietën tuaj duhet të përfshini për të përmirësuar nivelet e hipertensionit edhe fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha do të sigurojë për trupin tuaj rreth 13% të dozës rekomanduar të kalciumit, gjithashtu edhe 30% të magnezit dhe 24% të kaliumit. Element këto shumë të rëndësishëm në përmirësimin e shëndetit tuaj, në mbajtjen larg të komplikacioneve tuaja trupore dhe mbi të gjitha, në rritjen e përfitimeve të trupit. Prandaj sigurohuni që të përfshini fasulet e bardha me do e mos në dietën tuaj për të përmirësuar edhe gjendjen. Lëngu i shegës. Lëngu i shegës, si qumshti me pak yndyrë, është i mbushur me kalium dhe lëndë të tjera ushqyese për zemrën dhe ka 3 herë më shumë antioksidanë se çaji i jeshil ose vera e kuqe. Sipas një studim të vitit 2017 është zbuluar se duke pirë lëng të shegës, mund të reduktoni presionin e lartë të gjakut. Një veprim i tillë do të përmirësojë gjendjen tuaj dhe presionin sistolik të gjakut. Çaji. Një studim i publikuar në The Archive of International Medicine, studiuesit kanë shikuar për ndikimin e çajit dhe pirjes së tij në dekada në riskun e zhvillimit të tensionit të lartë. Studimet kanë zbuluar se ata të cilët kanë pirë së paku një gjysmë gotë çaj të gjelbër në ditë kanë pasur rreth 46% më pak rrezik për të pasur hipertension sesa ata të cilët nuk e kanë konsumuar fare. Një studim i publikuar në Journal of Nutrition and Metabolism ka zbuluar se gratë në Japoni, të cilat rregullisht kanë konsumuar çdo ditë limon, kanë presion më të ulët të gjakut se ato që nuk e konsumonin atë. Prandaj, dieta juaj duhet të përbëjë një faktor më të mirë ushqyes për trupin dhe mbajtjen nën kontroll të këtyre shqetësimeve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.